kur Alba i pa me sytë e saj, bia e dinte që po thyen të rregullat. E dinte që nuk duhej të dilte nga dhoma. Vëllai i madh ja kishte thënë qartë, me zë të prerë, pa hapësirë për kundërshtim, qëndro brenda. Mos dil. Jo sot, por zemra e bies nuk po dëgjonte askënd. As rregulla. As frikë. As arsye, dhoma ishte e errët, muret të ftohta, ajri i rënë. Çdo minutë aty brenda i dukej si dënim i padrejtë. Ajo ecte para, mbrapa, me mendjen vetëm të një emër, Limi. Ai ishte jashtë. Dhe mendimi që ai mund të ishte me Albën, ose edhe thjesht larg saj, e çmente, bia ju afrua derës ngadalë. E hapi pa zhurmë. Zemra i rrite fort. Një hap. Pastaj një tjetër. Askush nuk e pa, ajo po dilte nga dhoma e ndalimit, nga rregullat, nga frika, drejt diçkaje që e donte, pa menduar për pasojat, ndërkohë Alba ishte aty. Nuk kishte planifikuar të ishte. Kishte dalë vetëm për të marrë ajër, për të qetësuar mendjen që i digjej nga dyshimet, nga heshtja e Limit, nga ajo ndjesi e keqe që nuk po e linte të merrte frymë normalisht, e pa Limin nga larg, zemra i rahu fort. Për një çast u ndje mirë. Ndoshta gaboj, mendoj. Ndoshta gjithçka është vetëm në kokën time. Pastaj pa bien, fillimisht nuk e kuptoi çfarë po ndodhte. E pa teksa afrohej shpejt, sikur kishte frikë se dikush do ta ndalonte. Limi u kthye. Sytë e tyre u takuan. Dhe në atë sekond, gjithçka ndodhi shumë shpejt, bia i u afrua. Nuk foli. Nuk pyeti. Thjesht u ngrit në majë të gishtave dhe e puthi Limin, një puthje e shkurtër. Por e mjaftueshme për të shkatëruar gjithçka. Alba u ngrir, ishte sikur dikush i kishte hequr frymën. Sikur toka nën këmbë i ishte zhdukur. Nuk dëgjoi më asgjë përreth. As zëra. As makina. As erë. Vetëm pamjen përpara syve, Limi nuk u largua menjëherë, dhe kjo ishte ajo që e theu Albën plotësisht, gjunjët ju drodhen. Dora i u mbështet në mur që të mos binte. Sytë ju mbushën me lot në një sekond. Jo lot të qetë. Lot që vinin me dhimbje, me tradhti, me një zemër që po qahej nga brenda. Jo. I doli një zë i thyer. Jo. Jo, por askush nuk e dëgjoi, bia u largua me nxitim, sikur sapo ishte zgjuar nga një çmenduri. Limi mbeti aty, i hutuar. Dhe Alba. Alba nuk mundej më, ajo plasi duke qarë, jo thjesht qau. U përkul nga dhimbja. Lotët i rridhnin pa kontroll në përfaqe, i binin në tokë, i dridheshin shpatullat. E mbante gjoksin me dorë sikur zemra po i dilte jashtë, unë të kam ndihmuar. Pëshpëriti mes lotëve. Të kam dhënë gjithçka. Dhe ti, fjalët nuk i dilnin më. Dhimbja ishte shumë e madhe për të përkthyer në fjali, ajo nuk donte shpjegime në atë moment. Nuk donte justifikime. Ajo kishte parë mjaft. Me sytë e saj. Dhe kjo ishte plagë që nuk mbyllet lehtë. Alba u kthye dhe u largua ngadalë, me hapa të rënë. Çdo hap i dukej sikur po largohej nga një pjesë e vetes. Nga besimi. Nga dashuria. Nga gjithçka që kishte ndërtuar me aq mund, pas saj, Limi thirri emrin e saj. Por ishte vonë, sepse ka momente në jetë kur një pamje e vetme mjafton për të thyer një zemër përgjithmonë, dhe atë ditë, Alba e kuptoi se disa dhimbje nuk shërohen me fjalë. Vetëm me largim.